Madje thuhet se ai ka vënë dhe frigoriferit në kompletoni bashkë një kyç, pra një dry, për ta lidhur pikërisht pasi kishte këtë panik, këtë mendim që i sulmonte në tru se ndoshta se bashkëshortja e saj pra, bashkëshortja e tij pra Gjentiano kërkonte ta helmonte. E kuptova drejt, ka përdorur një kyç, një dry në frigorifer? Për ta mbyllur frigoriferin që ajo të mos përdorte frigoriferin. Madje thuhet se gjatë fazës së ndarjes, pra gjithë ai procesi dhe koha gjyqësore që kërkon edhe burokracia italiane për vendosur ndarjen e çiftit, ai nuk e kishte lejuar as të vazhdonte të jetonte në banesë që kishin bler bashk, i kishte lejuar vetëm më pas me ndërhyrjen e avokatit dhe të gjithë elementeve strukturës mbrojtëse që merr një grua në raste të tilla për të fjetur në një nga dhomat e banesës, por së fundi pas zyrtarizimit të ndarjes në janar të 2022-shit, Nikolaj Qudra ishte spostuar në provincën e Perugias, ku punonte në sektorin e bujqësisë.